Ditën e shtunë po mbahen zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike, ku në garë është vetëm kreu aktual Sali Berisha, ku 51.000 demokrat janë thirrur për të votuar. Në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, procesi fundit normal për demokratët përpara se të hynin në një luftë të brendshme të drejtën e votës e kishin 75.000 antar. Në qarkun e Korçës kanë ushtruar të drejtën e votës 762 antar nga rreth 11.000 antar me të drejtë vote në procesin për zgjedhjet e kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Votimi ka pasur një vijshmëri normale, filloi që në orën 8 të mëngjesit, ka pasur fluks, të gjithë njerëzit ose antarët kanë votuar me dëshirën e tyre dhe me vullnetin e tyre të lirë, dhe shumica, mos të thënë të gjithë, kanë votuar pro doktor Sali Berishës. Në vitin 2002, në zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku kandidonte Sali Berisha në degën Korç-Pustet, mësohet se kanë votuar afro 670 demokrat. Ndërkohë, në zgjedhjet për kryetarin e degës së Partisë Demokratike të Shqipërisë, Korç-Pustet, të zhvilluara në vitin 2024, kanë marrë pjesë në votim rreth 700 antar nga 4700 që ishin të regjistruar në listat e kësaj force politike në nivel lokal. Në qarkun e Korçës, nga 11.000 antar me të drejtë vote, kanë votuar 1.265 antar, pikërisht në degën e Korçës kanë votuar 280 persona, në atë të Malit që 250, 390 janë votues në Devoll, 145 në degën e Partisë Demokratike Kolonjë dhe 200 në Pogradec. Shifra këto që priten të vazhdojnë të rriten deri në orët e mbylljes së procesit të votimit të ditës së shtunë.